Kjo pjesa si e kalon dulen, do të thënë dule e përpjet vetë ma aftoft. Kërë bjesh ka goleshit, e ka zbardh. Kështë heken dhe pjesë tjera në kodrime, krushi që isha, dhe veç bora o shkri, dhe sot është ftoftë shumë. Pënd veç s'ka shans me mbjetu sonte me këtë ftoftë. Janë temperaturat që tash kur jam duke vezit janë -4, për e mendon natën që ka bëhet sot. Zoti i ndihmoft premtarët edhe bujqit. Pas kanë shtetet e Evropës janë kushtet kallin zjarre ma ndrysh. 7 prill 2025 orë. Ka qenë kryqi fap keq i komaronit ku janë rej, oj zot sa shqiptoj janë rej këtu, oj zot i madh. Fol Pushkës, Pandemia Shorit, e mija dëshmorëve tjerë, e civilve të pafosh, e ndihmës të Amerikës e të NATO sot jem freedom, lirë. Shumë speca me shit këtë pjesë. Kam qenë i riu duke mja majta për fshatra rrath. Mi ikë për blokit këtu se sakatojshin. Nga ti mirëshin markët. Kush i kam rrinj ato vite e din. Për 3 është e pa kopshme pak sepse se kanë përjetu e po kohërat vështira kanë qenë. Ka thujt qofën e mo s'ka një nga Kosovë. Këtu është edhe Groji Mbretit. E pjesën djathë. Nga radhët e njora në Kosovë dhe është ujë shumë i mirë. Qeri Meshot e Galica, nusja Moreve nga Drenica. Ftoftë është. Këtu është rruga për drejt e Groji Mbretit. Ate e përshëndes nga vendlindja jonë e dashur Kosova, Kosova martire. Lo pak me pamje këre pishet por. Ta është veç po hima dhe pak vështin. Bora zbardhi tej për tej, fusha edhe male.